në terren, pavarësisht shkëmbimit të robërve, ka patur avancime ushtarake, rusët morën tërë Kurskun, para gjitha të pjesën ruse të pushtuar nga Ukrajina, si tani nuk e kanë më, dhe goditjet e dronëve vazhdojnë. Krisafi, si duket situata? Kohën e Bashkimit Sovjetik ka qenë një ministër i jashtëm quaj Andrej Gromyko. Gromyko, ka qenë 20 ca vite, dhe Gromyko ishte i famshëm për stilin e tij që asnjë nuk thoshte po se jo, thoshte gjithmonë base. Ose ndoshta. Ose ndoshta. Dhe unë kam përshtypjen që Putin është duke bërë të njëjtën stil si Gromyko, sepse në mënyra si po sillet është që nuk thot as pas jo, po thot ndoshta. Pra e pranojmë, po mund të ndodhi diçka ndryshe pra. Unë mendoj që Putin është duke luajtur lojë më mirë sa Trump për momentin. Pra po mundohet të luajë në çdo centimetër të asaj që ka në dorë të bëjë, ndërsa Trump më duket më shumë në nxitim, pra kur nuk flet me Putin është nxitim të aripaqen. Pasi flet me Putin duket sikur ndryshon mendje dhe i përshtatet më shumë kërkesave ose dëshirave që ka Putin. Nuk shoh të ketë në një, le të themi, në lloj presioni, në lloj trysnie nga ana e Trump për ta detyruar Putin të arrijë diçka në tavolinë, dhe gjithë kjo situatë duket sikur problemi kryesor është në Ukrainë, nuk është në Rusi. Janë thënë shumë fjalë për pushimin e tjerë, po nuk kemi asnjë pushimi. Infrastruktura energjetike e Ukrainës është goditur ditë e fundit, sot ose diën e darkë është goditur një aeroport në aeroporti Engels në brenda Rusisë, pra nuk ka asnjë lloj pushimi, dhe thash, prandaj mendoj që Putin është duke bërë lojë më mirë, sepse pavarësisht çfarë është duke bërë, pra thot mbase për çdo gjë, ai nuk e ka presionin, pra nuk po i vjen presioni nga ana e Trumpit. Prandaj pyetjen e kësaj nën teme kam, dështon biseda, pra dështon qëllimi i kësaj bisede? Nga ana e, le të themi, amerikanëve, unë mendoj që ka një lloj dështimi. Nga ana e rusëve nuk besoj se dështojnë, janë duke luajtur lojën e tyre. Janë duke luajtur lojën e tyre. Apo reziston? Ukraina reziston apo dorëzohet? Ukraina për momentin është duke rezistuar. Sa do rezistoj këtë nuk e dim. Mua një gjithë të situatë, le të themi, në gjitha të deklaratë që bënë, e vetëm gjë që bëri përshtypje ishte deklarata për Iranin dhe Izraelin. Pra tregonte që i fituari në gjithë muhabet duke sikur ishte më shumë Izraeli se sa Ukraina apo Rusia. Po për momentin unë mendoj që Rusia është duke bërë taktikën e saj të politikës së jashtme, dhe kujtoj kur fillojnë diskutimet ka qenë një fjali që më ngeli në mendje e CNN-it, tha që tashmë Donald Trump do përballet me një masterclass se si bëhet politika jashtme ruse.